E sot jemi këtu për t'i ngjitur ato copa me fjalë, me qendres e me zë. Ftojmë përfaqësuesin e organizatës El Hilal, Hoxh Ali Sadiku, që ta merr fjalën. Gazze'de bir çocuk ağladığında vicdanımızın bir parçası kırılır. Bugün buradayız. O kırık parçaları kelimelerle, direnişle, sesle birleştirmek için El Hilal Derneğin temsilcisi Hoca Ali Sadiku'yu sahneye davet ediyoruz. Sekovaš koga jedno dete vo Gaza plače, del od našata совест se krši. Danas sme tuka za da gi zalepime tije delovi so zborovi, so otpor, so glas. Го повикуваме представникот на Сдруженијето El Hilal, Хоџата Али Садику, да го земе зборот. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. Falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu, salate dhe selami I dërgull Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem. Të ndershëm vëllezër e motra, jemi të vuar sot këtu në Tetov, tek sheshi Iliria, në këtë protestë të cilën e kemi titulluar Gaza ka nevojë për zërin ton, ngrije zërin. Allahu Gjeleshanuhu në ajetin e 21 të surës El Maide thot: Ja qawmi dukhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. O popullim, hynin tokën e shenjtë, të cilën Allahu u apremtoi, dhe mos u ktheni prapa, se atëherë ktheheni të dëshpëruar. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem në një hadith të cilën e transmeton Imam Buhariu, Muslimi, Ibn Majah dhe Abu Davudi thot: njeriu nuk merr ndonjë udhtim përveç se në 3 xhami. Xhamin e Shejt në Mekë, këtu në xhamin time në Medinë dhe në Mesgjidu El Aqsa në Kuds. Tokën e Kudsit janë ndërtuar shumë civilizime të lashta. Nëpër Kuds kaluan Asirianët, Romakët, Krishterët, Babilonasit, Persianët dhe shumë të tjerë. Në historinë tonë islame, Kudsi paraqet një lloj kryeqendre e cila është e lidhur ngushtë me ummetin islam dhe historinë e tij të madhrishme. Me të janë të lidhura zemrat e besimtarëve të vërtetë. Nga okupimi vitin 1948 deri më sot, bota ka qenë dëshmitare e okupimit sionist, torturave dhe dhimbjeve që I ka përjetuar populli I pafajshëm palestinez, I larguar me dhunë nga tokat e tyre. Bombardimi I pjesëve të banuare, spitaleve, shkollave, përdorimi I armëve të ndaluara dhe vrasja e fëmijëve është bërë shkak që regjimi sionist të quhet si regjimi I fëmijëve vras. Gjaku palestinez, por jedh me dekada, por ajo që tash po ndodh, vështirë që të krahasohet me çka do tjetër përpara. Me tjetra palestinez vdesin gjatë ditës, kurse me qindra plagosën. Tronditës ishte raporti I shumë korrespondentëve nga televizionet e ndryshme, ku tregohen se spitalet palestineze në të cilët janë vendosura shumë civil plagum, prej të cilëve shumica e humbin edhe jetën e tyre edhe të pamurit të tyre. Nëse muslimanët do të ishin sot bashkuar, edhe nëse do të mbështeteshin të shpirti I islamit, armiku nuk do të mund të ushtronte gjithë këtë torturë, presion, persekutim dhe dëm aq të qartë kundër popullit të Palestinës dhe mu në vatrat e tyre. Çështja e Palestinës zhako zemrën në çdo njeriu që ka zemër, edhe nëse nuk është fetar praktikues. Çështja e Palestinës e largon rahatin dhe qetësinë. Secili nga ne e parashtron pyetjen se si mund ta ndihmojmë Gazën sot dhe popullin palestinez.
Duke u bazuar në fjalimin e dietarit të madh Seif Bakir, vazhdim do të përmend disa mënyra se si ne sot mund të ndihmojmë popullin e Gazës në Palestinë. Pikë pari, formimi i medias së rezistencës, dhe qetë zëri jonë, media e rezistencës, përballja me gënjeshtra, përgjigjemi në rrjetet tona sociale ndaj dyshimeve, shpifjeve, gënjeshtrave që publikojnë pushtuesit izraelit sionist dhe kushdo që është me ta. Reagimi mediatik. Jemi sa më aktiv aq sa kemi mundësi. Kush ka mundësi të shkruaj, le të shkruaj. Kush ka mundësi të marrë pjesë fjalime të ndryshme, le të marrë pjesë. Kush ka mundësi të marrë pjesë në emisione të ndryshme televizive, le të marrë pjesë e tjerë. Përfshirja e familjarëve dhe të afërmve. Ti bëjnë pjesë të çështjes së Palestinës familjarët dhe të afërmit tonë, veçanërisht fëmijët dhe të ri. Ti ftojmë fëmijët tonë që të bisedojnë me shokët e tyre kudo, në shkollë, në rrugë e tjerë, për të drejtën e Palestinës sepse të rit janë e ardhmja e vendit tonë. Bojkoti. Ti bojkotojmë mallat e kompanive që mbështesin armikun sionist, duke mos i importuar dhe as mos i konsumuar ato. Krijimi i marrëdhënieve me njerëzit me ndikim shoqëri. Tu drejtohemi parlamentarëve, politikanëve dhe figurave me ndikim për të miratuar projekte për të mirë studiuara për të ndihmuar Gazën. Lutjet, lutemi vazhdimisht në namaz, në kënd, në tehexhud, në agjërimet tona, në haxhet tona, në umret tona, ti drejtohemi Allahu xhaleshanuhu me lutje dhe përgjërim që të ndihmojnë të shtypurit dhe mujahidët, poshtroj dhe të mposhtë agresorët si dhe na shpëtojnë nga sundimtarët Tiranë. Në fund e lusë Allahun xhaleshanuhu që të ndihmojë vëllezërve dhe motrat tona në Quds, Palestinë, Gaza, si dhe ta ruaj Mesxhit e Aksan. O Allah, Zoti ynë pranoj të rënët e tyre si dëshmor në rrugën tënde. O Allah, Zoti ynë shëroj të plagosurit dhe të sëmurët prej tyre. Elhamdulillahi Rabbil Alamin.